Në kuadër të ditës botërore të autizmit, në Shkodër organizua një aktivitet ndërgjegjësues para bashkisë i shoqëruar me panajirin e shërbimeve sociale. Aktiviteti synoi të rrisë vëmendjen ndaj përfshirjes dhe mbështetjes së personave me çrregullime të spektrit autik, duke sjellë në vëmendje rolin e institucioneve dhe profesionistëve në këtë proces. 2 prilli nga viti në vit po merr rëndësinë që duhet në fakt me marr, duke na bë bashk institucione, por edhe shoqëri. Për të vlerësu shumë atë që na pret me ba të gjithë bashk në lidhje me autizmin. Fëmijët kanë një potencial të veçantë dhe të gjithë ne na bjen për detyrë që të ndërgjegjësohemi, ta njohim, ta pranojmë, por mbi të gjitha ta integrojmë dhe të bëjmë pjesë të gjithë përfshirjes. Edukimi i fëmijëve me autizëm dhe edukimi i fëmijëve me aftësi të kufizuar në përgjithësi nuk është një garë, është një fitore. Por për të arritur këtë fitore gjithë bashkë duhet patjetër që të kontribojmë, të bashkëpunojmë çdo ditë, duke i pranuar dhe duke menduar gjithmonë për mirëqenie dhe më të mirën e këtyre fëmijëve, por jo vetëm dhe familjeve të tyre. Përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe prezantimit të shërbimeve sociale, theksi u vendos tek rëndësia e bashkëpunimit mes institucioneve, specialistëve dhe komunitetit për të garantuar përfshirje dhe mbështetje të qëndrueshme për personat me autizëm dhe familjet e tyre.